Gjithsej 9 femra, prej të cilave 3 shtetase shqiptare të moshës prej 19, 24 dhe 27 vjet, 6 shtetase të Maqedonisë janë zbuluar gjatë aksionit që natën e kaluar nga ora 2 deri në orën 3. U zbatuan në objektin hotelerik Erti Bost në rrugën rajonale Zhelinj Siriçin. Pronësia JF 38 nga Zhelina ka informuar sot zëdhënësi SPV Tetov Marian Josifovski. Siç informon ai, vajzat janë angazhuar si valltare, ndërsa gjatë kontrollit 3 shtetase shqiptare janë munduar të ikin, por janë ndaluar në përpjekjen e tyre pas që janë arrestuar dhe janë mbajtur në SPV Tetov, prej ku janë dorëzuar për procedurë të mëtutjeshme në repartin për krim të kufitar, migrime të huaj dhe ripranim për procedurë të mëtutjeshme. Kontrolli është pjesë e aksioneve të planifikuara për zbulimin dhe sankcionimin ligjor të shtetasve të huaja, të cilat ilegalisht qëndrojnë ose e keqpërdorin qëndrimin dhe punojnë në rajon. Thot Josifovski, i cili shton më tej se ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e të rëndësishme dhe dokumentimin e rastit. Ditë më parë, në kuadër të një aksioni të ngjashëm të realizuar në lokalin Oriental Ast në fshatin Bogovin, policia zbuloi 16 valltare nga Bullgaria dhe Serbia. Valltarët janë dëbuar nga Maqedonia pasi kishin punuar pa leje pune.